janë 314 raste të cilët kanë kërkuar ndihmë për heqjen e rishna. Pse ka shumë rishra ka në komunën e juaj? Po, e vërteta është jo vetëm në Malishev ka rishna edhe në komuna tjera, mirë po rastet të cilët janë paraqit në komunën e Malishevës, fatkeqësisht kanë qenë rastet të helmuar, domethënë me etet hemorragjike dhe kemi pasur raste me vdekje. Ndoshta edhe është arsyeja kjo. Sa raste janë prekur deri më tani? Nga shkurti i këtij viti deri në këto momente që po flasim na, janë 314 raste të cilët kanë kërkuar ndihmë për heqjen e rishna. 314 raste kanë kërkuar ndihmë. Kanë pasur komplikime, kanë qenë raste të cilat kanë pasur shumë komplikime, cila është mosha e pacientëve, cilat mosha themi janë personat të cilët janë prekur më shumë nga pickimi i rishnave? Jo, deri tani fatkeqësisht nuk kemi pas asnjë rast i cili ka rezultuar me ete hemorragjike, po të gjitha rastet kanë qenë vetëm me pickim nga rishna. Sa i përket moshës, janë kryesisht të rinj, mosha e re dhe njerëz të cilët janë të më moshë mesatare që punojnë fusha. Po, cilat janë pasojat që vijnë nga një pickim i rishnës? Sa i përket pickimit të rishnave, nëse ai rishë nuk ka qenë, domethënë me smundje apo më mirë të quajmë me ete hemorragjike, nuk e ka bardh virusin, asnjë pasojë tjetër nuk do të jetë. Po nëse ato janë me virus brenda, domethënë simptomatologjia e tyre zakonisht fillon 1 apo 2 ditë pas pickimit të rishna dhe është një smundje jashtëzakonisht e rëndë e që paraqitet fillimisht me temperaturë, me ete, me dhembje barku, e që gradualisht shkon në stadin e dytë duke filluar me gjakderdhje, me të gjitha në gojë, sy, hund, vrim anale, vesh dhe përfundon me vdekje. Cilat janë pasojat ose cilat janë simptomat të cilat mund të ketë dikush i cili është pickuar paraprakisht nga rishna, por që nuk ka arritur ta identifikojë që realisht është pickuar nga një rishën. Edhe Po, i nderuar, fillimisht pacienti nëse është pickuar nga rishna dhe nuk e ka parë me sytë e vet, gradualisht fillon një krurje e cila e çon pacientin të mendon, domethënë se diçka ka në pjesën e trupit vet. Dhe në momentin që ai e sheh, domethënë vjen e largon. Po, a mund të ndodhë? Simptomatologji tjetër nuk ka. A mund të ndodhë që rishna të depërtojë totalisht brenda trupit të njeriut, të hyjë brenda lëkurës dhe pastaj të bëhet më vështirë identifikimi që është një rishë në trup? Jo, e krejt rishna nuk futet. Kam një pjesë e saj që se kam mbet jashtë. Deri në dytën e rishës na kemi pa, domethënë raste që janë futur në organizëm, po jo e tëra.